Ish banorja e shtëpisë më të famshme Gerta Gixhari është një personazh mjaft i dashur për publikun shqiptar. Qëndrimi i saj në shtëpinë e famshme zbuloi një pjesë tjetër të karakterit të Gertës, e cila u pëlqeu shumë nga publiku dhe deri diku fancat mendonin se ajo ishte fituese e publikut që i rrëmbeu zemrat e të gjithëve, por që në fund nuk ja doli përballë gjestit, pasi ky i fundit u shpall fitues. Siç e kemi thënë dhe stërthën, Gerta Gixhari është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe her pas here ndan momente nga përditshmëria e saj me fancat. Por së fundmi, Gerta Gixhari për herë të parë ka ndarë një moment të rrallë me ndjekësit teksa shihet duke kaluar kohë me djemtë e saj, të cilët i përmend të shumë gjatë kohës sa ishte brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Por nga ana tjetër, para se të bëhet pjesë të shtëpisë së famshme, ajo është treguar mjaft e rezervuar duke mos publikuar pamje kurrë me fëmijët e saj. Ky veprim i Gertës ka marrë mira komente duke e cilësuar si një nënë e përkushtuar dhe një bashkëshorte e denjë. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se Gerta Gixhari për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme, pati përplasje të shumta dhe të njëpasnjëshme me konkurrenten tjetër, Rozana Radi.